do mundet ne të ndërtojmë një shoqëri e cila të ketë këto vlerat të përbrendësuara, këto vlerat në të cilën e nisën të rinjtë si puna jonë në vitet 90. Domethënë vlerat që jo vetëm djemtë e nomenklaturës komuniste, apo fëmijët e nomenklaturës komuniste mund të kishin shërbim shëndetësor, arsimim etj, po të gjithë njerëzit duhet të kishin faktën mundësinë për të pasur arsimim dhe shëndetësi dhe pastaj kush është më i aftë dhe kush më i talentuar mund të arrijë në poste të caktuar. Ne ajo që po bëjmë për mendimin tim, sidomos në Shqipëri, me që atë e njohim më mirë, është që po heqim, jo vetëm po e marginalizojmë totalisht një pjesë shumë të mirë shqiptarë, që i vjen gati 1/3 shqiptarë nuk i akseson dot në institucione publike, por po heqim mundësinë që energjia e tyre të vjetë në përdorim të një zhvillimi të vendit. Po ti, nëse keni qenë në Shqipëri, keni parë këto qytezat botërore, neta, këto qytezat të cilat janë ndërtuar pas 90-s. Ato kanë një aspekt negativ sigurisht sepse janë ndërtime pa leje, të cilat kanë ndërtuar një lloj urbanistike që është problematike në vetvete, por ama shumë interesante. Njerëz të cilët kanë udhëtuar me kilometra, kanë ndërtuar me krahë të veta shtëpi, pas një lloj ndihme në asnjë lloj strukture shtetërore, që kanë ndërtuar komunitete të tëra. Imagjinoni sigur domethënë këto në shtete apo qeveria të kishte një vëmendje të veçantë në çlirimin e këtyre energjive. Se sa shumë prodhim do kishim në të ardhmen. Kështu që unë mendoj që në tërësi shqiptarët janë shumë energjik, janë mobil, kërkojnë vazhdimisht, janë njerëz që ndërtojnë vazhdimisht. E vetëm që duhet një lloj kanalizimi dhe aspekti një lloj drejtësie. Unë shoh më shumë rrezik në për të mbyllur këtu.